cili nuk ndalet. Dhe nga ky aspekt ishte shumë e qartë, sepse treguan mungesën e integritetit politik, duke mos dhënë dorëheqjen ajo vetë kur u morë pandehur, duke mos e shkarkuar Edi Rama, por duke çuar në gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese rrëzoi, pra neve kemi akte juridike të qarta para syve. Ai sa do të bëj si ai i fortë i lagjes kur i thonë me njerëzit e tjerë bëj si këndezi i madh tek ai koteci, në fund fare ditës do i bindet gjykatës. Kjo është e vërteta e madhe. Dhe dije që kjo do ndodhte. Do ndodhte sot mbasdite apo sot paradite, por kjo ishte rëndësi më e vogël. Po kemi një gjë, kemi gjë shumë të qartë që gjitha këto janë masa dëshpërume që bën Edi Rama. Gjithë ky ndryshim i madh kabineti që e bën sepse është i dëshpëruar për pozicionin e tij. Mos kujtojmë neve se e bën për arsye tjetër. Njëjtë siç bëri ndryshimin e ligjit, kodit penal që tenton të ndrojë nerin 242, pra që të mos preket ai vetë, se vetëm për veten e tij e bën, se as si shifni sa lehtë shkarkojnë gjithë tjerët. Mendojnë që do të shkohet drejt asaj rruge dhe para lajmërimeve që kanë dhënë ndërkombëtarët për mos prekjen e kodit penal dhe mos ndryshime në reformën në drejtësi? Absolutisht. Të jemi shumë të qartë që prekja e kodit penal nuk lind nga një nevojë apo një vizion i Edi Ramës. Të kishte qenë një vizion, të kishte qenë një mendim që ai ka politik, do ta kishte bërë që vitin e parë, që vitin e dytë, do i zgjutohet vitin e 13, vitin e 14, apo jo. Tani ai këtë e bën thjesht për të vendosur një mburojë ndërmjet drejtësisë dhe vetes vet, duke minuar